më hahet. Po lastohesh. Po lastohesh. Pranoni ju të dilni në një takim me Kesin e përputhen. Nuk kemi të përbashkëta fare bashkë. Nuk ju përputhen karakteris. Është shumë nice. Ti tani fillove me Kesin. E dëm Kesin, sepse ne kemi Katerinën, të preferuarën tonë. Kemi yllin. Kemi yllin tonë të preferuar. Ka nga Leadha këtu. Ka bër prapë kështu gjëra në përputhen, domethënë sigurisht. Mendoni se I bën Ka stile? Unë ka pjesë natyrale. E ka pjesë karakter. Është tip shumë I lezetshëm, edhe mendoj që I vin shumë spontane batutat. Po kam jetuar në Greqi dhe andej jam rrit me showbizin dhe andej bëjnë kështu gjërash për të tërhequr vëmendjen. Ka shumë easy. Po dhe bën shumë mirë, se më thën drejtën unë veç për Katerinën. Ka dalë aty kështu në E kemi ka bërë një tjetër kësaj radhe me Megin. Sa e kërcënoj. Jepi. Do ato flok që ke. Jo, Katerina. Nuk flasim kështu, jo, Katerina. Thuaj më fal. Thuaj më fal, Katerina. Edhe me shkop në dorë. Katerina, ti nuk je e dhunshme dhe ne nuk provojmë vdhunë në përputhen. Të lutem thuaj më fal Gasinës. Ska gjë se jam unë më e qetë, më e matur, mos e vrit me. Do të marrja atë që unë kam zgjedhur. Pse unë të them më fal? Drejt ka. Të lutem thuaj më fal. Stua. Katerina, Arnold, të lutem thuaj Katerinës të kërkoj ndjes. Mund t'i thuash fal si një falje është. No. Okej, thej në greqi. Efkaristo, si thojnë. Ma punë. Shumë gatim, Katerina. Ai do të flok që ke. Ai do. Zot, I love her, Katerina. Laerti që rrinta aty. Laerti u mërzit kur tha I thoi më falë si I thonë Efkaristo. Laerti tha unë kam mësuar në greqisht të këto vite. Gjithë këto vite. Saga po, Laerti e kisha harruar. Leila, ti do ato flokët? I do? Ti si do reagoje nëse dikush do merrte? Guximin të më thoshte ai do ato flokët në kokë. Jo, ose të tentonte ta merrte Andin tonë. Që m'ke kap ngusht. Do t'i thoja. Përshëndetje. Nuk do ishe kaq I qetë. Ato flokët në dorë, I do? Në kokë. Në kokë, se ti jam në dorë. Mirë, okej, në rregull. Zemra, unë mendoj që askush nuk ta merr nëse nuk do ai të merret. Që të merret, e kupton? Kështu që mua po të më thoshe njëri do ato flokët në kokë, do thoja dua ca më shumë se po më bien. Po më bien. Mund t'i mbjellësh. Zemra merret, shkon në fier. Po ja, me këto. Edhe kthesh me një situatë komplet tjetër. Diskriminuar, çan këto me fierin. Ju të gjithë në pjesa ti me fierin. Nuk se je fierakti? Kanatierja Antonit është aty. Po, magjistar. No. Gjëra nga larg mos marrë me vetë. Niko, kam një lajm për ty. Po, nuk funksionon kjo puna fierit, se ndryshe do ishin lidhur këta të dy. Po. Në problema po ma jemi në pritje. Antoni që në ditën e parë. PlayStation mangët herën e kaluar. Po sigurisht. Me extension nuk bëhet magjisë, se floku im. Kështu që duhet të. Po prandaj s'ka funksionuar. Domethënë Katerina nisi këtë pjesën e të sjellurit në një program televiziv dashurie. Ishte një mini kërcënim në thonjza. Situata okay, ne qeshim edhe ishte e lezetshme, por kjo pjesa e të bërit show, le të themi, unë këtë e bëra kastile, është, apo mendoni që unë them që I vjen natyrale, është shumë natyrale, është shumë spontane, shumë funny, është një I ka batutat në majë të gjuhës. E di që do I heci kjo gjëja. Nuk është aq sa duket. Është më pak, mendoj se është e programuar. Të ta them greq, ja tire Niko. Jeti, aku në s'po. Te lia gjara. Mendoj që është e programuar. Ajo di që është sezoni 7 I përputhen, tani di që është, di në TikTok çfarë hecën. Për shembull, unë shoh dy çuna, më fal se nuk shoh dy çuna që janë kështu si shok të ngushtë që kanë hyrë si një konkurrenta. Nuk e di, shoh gjithmonë dy dalin me një gocë. Ato janë TikTokers. Pra ato gjithçka ç'a bëjnë aty, se më dalin në TikTok, akoma dhe lëvizjet kështu I bëjnë për t'i kapur kamera dhe për t'i përpunuar pastaj në TikTok. Nuk besoj Katerina deri në atë pikë. Dalin dy veta me një gocë?
Janë dy çuna që gjithmonë është i tillë programi nëse nuk je në këtë planet. Këtë se kisha parë kurrent. Këtë se kisha parë. Dy veta me votë Se nuk fusit sa do thoj aty do hyje në përputhen për të gjetur dashurinë tënde? Pse kështu? Sepse ime më shumë konservatore nga kjo pjesë. Nuk doj që ti bashorten tënde apo të dashurën e ardhshme. Jo, nuk do të më shikoj ta kesh në një program televiziv. Po. Interesante. Do të thënë nuk do lidhesh me një vajzë showbizi ti. Jo, kjo është tjetër gjë. Është e njëjta gjë. Nuk është e njëjta gjë. Është komplet e njëjta gjë. Është tjetër gjë të jesh vajzë showbizi dhe është tjetër gjë të futesh në një program për të gjetur dikë për ta bërë dating. Okej. Sepse në showbiz e zëm jam unë, je dhe ti, po bëjmë gjërat tona. Kurse aty po futemi për të gjetur dikë. Po e di që sa personazhe janë ndërtuar nga përputhen? Shumë bukur, shumë dakord jam. Shumë dakord jam, po në showbiz, nëse ne të dy merrem me showbiz, mund ta ndërtojmë gjën ton pa e marrë vesh të gjithë. Unë jam pak private kjo pjesa. Aha, është privat. Se s'dua ta marrin vesh që jam 2 minuta e poshtë. Tani shumë private ishi. E zbulove sekretin tënd. Nuk ke asgjë për të fshehur tashmë. Asgjë fare. Jam një libër i hapur.